Tani e larguar, mendon që mund t'i rikthesh politikës në një moment tjetër? Shiko, nuk thua do të kur jo. Edhe pastaj është dhe një aty zbulova që është një gjë shumë e bukur. Kam përshtypjen që ishte edhe një kostum që më rinte mirë. Mendoj unë. Po pse nuk Por unë jam pse u largove? Pse nuk morë pjesë në zgjedhjet e 2025-s? Pse ike? Po. Shiko, Florën. Për shkak të kodit zgjedhor, të këtyre gjërave që ndodhen, nuk isha bre. Do lodhesha shumë, edhe mund të kisha arritur diku, e besoj. Mund të kisha gjetur dhe një zgjidhje tjetër. Dhe partia ishte e hapur për këtë zgjidhje me mua. Domethënë për këtë jam mirënjohëse PD-s, që e bëri dhe këtë ofertë. Kupton? Por unë kisha ndarë gjërat, sepse pata parë nga brenda që kishte një devijim, një uzurpim, një alibira të cilat unë nuk i mbaja dot, nuk bëja dot sigur. Miqtë e mi, kolegët e mi të tjerë i bën. Është janë drejtën e tyre, nuk i gjykoj unë. Por nuk rregulluam dot punë. Kjo është çështja dhe e çum këtu ku jemi sot. E kuptoj. Por mund ta kisha bërë. Por për shkak se lista u bë listë personale e 2 kryetarëve. Më duk betejë e zbrazët që unë të ulesha, të pretendoja, të ulesha në karrike me njerëz të cilët nuk ishin përpjekur të masin Melonin, njerëz që ishin përpjekur të më mbyllnin gojen. Ma kjo ishte betejë ime për të ulur në një karrike me njerëz me cilët prapë do fillonte betejë? Jo. Në moment kur unë shoh njerëz me cilët mund të bashkëpunoj, me cilët mund të shërbej shqiptarëve, mund të rregulloj demokracinë shqiptare, po jam e gatshme të hyj. Po të hyj, për të qenë karriket të parlamentit, për të hedhur ndonjë batut nga romanet e gjërat sa natyre, për të ngacmuar ministrat, nuk është kjo betejë ime. E kuptoj. Pra ta bëj këtë betejë dhe nga jashtë shumë mirë. E qartë. Flasim për fluturën shkrimtare që besoj nuk hoqe dorë kurrë, edhe duke qenë aty dhe duhet kesh në një material nga parlamenti. Ke materiale për bërë ndoshta një mënyrë edhe ky libër, patjetër 50 minutet e tua. Sepse është libër një testamenti personal. E qartë. Por duke u distancuar ndoshta mund të kesh. Nuk doja sepse shiko, do të ishte një parodi. Do të ishte një gjë leqendisëse. Kam, sepse duke qenë i thash, kam atë dhimbjen e të qenë i pranishëm, edhe ka njeriu i farë, ose ndoshta është shpejt akoma. Është shpejt ndoshta. Pra nuk dua të tallem, sepse s'ka kuptim, nuk ishte një gjë për të tallur, nuk është një gjë, se mund ta shkruaj një libër sarkastik, lehtësisht, a kupton? Po nuk ishte kjo, s'është kjo. Unë kam dhimbje. E kuptoj. Veprat tuaja në fakt janë ju keni shumë vepra, shumë të mira, romane. Po, dhe politike. Dhe politike, por edhe në tema sociale, në tema të forta, ti u shkon gjërave deri në fund. Nuk ke nga këto lele lulet e... Çfarë ndodh me ty? Si e shtjellon ti veprën tënde? Si e gjen subjektin dhe më pas si e trajton? Shiko, një gjë e mirë që shoh tani, domethënë mbas 20 veprash, për shembull, disa romane shumë të rëndësishëm, të mitë, ai për diktaturën ku je, kjo për median edhe për shoqërinë sot. Për shembull, kukullat nuk kanë atë lehtësisht mund ta lexosh sot. S'ka ndryshuar asgjë. Edhe pse janë kaq vite. Ose romani të ftuar në rrethin e 10 që do ta ribotoj tani me titullin Ferri, e kam ripunuar shumë këtë libër dhe më vjen mirë që mezi pres ta nxjerr që ka lidhje me identitetin, me 80 vjet të historisë shqiptare, Ferri i fjetur. Ne e kemi lënë Ferrin të fjetur, nuk e kemi pastruar. Ky është çështja. Ose biri, ose të tjera veprat mia. Shiko, kjo më vjen mirë që janë ndryshe, se cila ka temë më vete. Kryet put, unë kam një gjë që ato që e marr, përpiqen t'i hyj vertikalisht. Nuk më pëlqejnë veprat horizontale. Çfarë të ndihmon ty që ti arrin të hysh në thellësi? Je vertikale. Mbase ka të bëjë edhe me mënyrën se si i vështroj unë, këqyrjen që i bëj personazhit, ndoshta. Unë jam njeri detajiste. Hyjtë detaj, ndoshta kjo edhe zbërthen. Më thoshte votuesja ime, pasi lexoi Ferrin e fjetur tani që do ta votoj, e ka në duar, më tha, Fruta tha, janë disa spirale që quhen proj ndërgjegje, të spiralet e tuaja, tha, janë manice, më ke shtangur, kam mbetur, tha, kam me shënim. Dhe ma solli atë variantin me shënim, edhe më erdhi shumë mirë se kisha harruar që unë isha dhe shkrimtare, për shkak të kësaj kohe hektike të ngarkuar të parlamentit. Dhe tani po i kthehem dorës dhe për herë të parë në këto 3 muajt e fundit jam shkrimtare me kohë plot, po fakti që vine për studio televizive, prapë jam shkrimtare me kohë të plot. Pse si është procesi të shkruarit për ty? Të ngarkon edhe një pjesëmarrje në një studio televizive është një proces që ti do të përqendrosh? Është vetmitar, është një qofse të shkruash është si të vdesësh, Mirela. Pra ti je vetëm. Ti duhet të vdesësh, ne vdesim, në çdo vepër ne vdesim, sepse duhet jemi vetëm. Një vetmi shumë e madhe.
po është vitimia më e bukur për një shkrimtar, sepse në fundit nga ty i buron dhe lumturia. Për shembull në rastin tim, që se ka një gjë, ne kemi bërë dhe bisedat të tjera bashkë. Ka ndonjë gjë që mund të më lumturoj mua në këtë botë më përveç dëshira për t'i parë njerëzit të lumtur, asgjë tjetër më shumë se kaq. Momenti vetëm kur unë personalisht kam disa reminiscenca të lumturisë, është kur shkruaj. Pra unë jam, ne secili për nesh, në fakt është në kërkim të lumturisë. Dhe unë kërkimi im i vetëm është tek ajo vetmia që ndoshta kush e di me çfarë komunikon. Ne nuk e dim kur. Kështu, edhe jam në intensitet të punës tani, siç u thash, mbarova ferrin e fjetër, do t'ja nxjerr lexuesit tani, të ripunuar të. Tani jam në një vepër të gjatë, të shtruar, kur nuk jam marrë shumë me stilin, sepse dua ta lexoj çdo njeri, çdo shqiptar, që të njohë historinë e tij. Pse ne bëjmë gabime, ripërsërisim gabime. Është një vepër pra e bazuar në gjetje historike. Po, unë jam bazuar, kam studiuar gati mbi 15 vite. Do thotë dora dorës, kam punuar shumë. Më ka marrë kohë ndoshta 2-3 romane të tjerë nuk do të arrit nxjerr, vetëm sepse më ka ngrënë shumë kohë. Por e kam parë nga perspektiva europiane, nga burimet historike që nuk njihen në Shqipëri. Ju e dini, arkivat tona 13-14 u shkatërruan. Pra në çfarë viti zhvillohet ngjarja? 13-14. Po, 2013. Princ Vitit, po shoqëroj 1913. Është një kohë jo shumë e qartë, tani dora dorës po, nga që po hapen arkiva dhe po duket, por janë disa ngjarje të rëndësishme që më kanë shqetësuar mua, siç është heshtja për masakrën e Hormovës, momenti i arrestimit e Esat Pashës, momenti i dorëheqjes së Ismail Qemalit, këto momente e vrasja, sidomos vrasja e Koronel Thompsonit. Unë kam zbuluar me dokumenta, nuk e kam vrarë shqiptarë. Si është e mundën e mbaj 100 vite, vetëm sepse kemi probleme me Dumba Basit, mos identifikohemi, ne Europianët, ne jemi Europian. Si mund të identifikohemi ne, kur ne mendojmë si Europian me Dumba Basit? Po kjo nuk do të thotë që ne duhet të mbajmë vdekjen e Kolonel Thompsonit që nuk e kemi vrarë ne. Ka që një vdekje që e kanë vrarë qëllimisht politikisht italianët, dhe ne të mbajmë vdekjen. Këto gjëra, nuk është se unë kam ndërmend të rregulloj gjë. Unë sjell ato që di. 15 vjet. Historianët kanë detyrën e tyre. 15 vjet që ke punuar me këtë gjë? 15 vjet që qëmtoj, domethënë në arkiva, në gjëra, më ka pëlqyer, ka qenë fascinante, një gjë shumë e bukur. Kjo është arsyeja nga koha që të duhet për një roman historik, është arsyeja pse shkrimtarët ne nuk kemi ndonjë shkollë të romanit historik. Je natyrë që të rriqesh ti, për shembull, të bëj këtë. Ti dukesh që si natyrë që të rriqesh, fakt se dukesh në parlament, dukesh në qëndrimet e tua që binin ndesh me grupin tënd, me palën përballë po e po. Si është natyra jote në fakt? Që ti thua do bëj këtë gjë dhe në gjërat që jam e bindur dhe që kanë lidhje sigurisht me principet e mia, të cilat vetëm aty nuk mund të çedoj, por kam një gjë tjetër, unë di të them ndjes. Unë kur e di që është gabim, unë them ndjes dhe për ulem. Kur e kam kuptuar që është gabim. Do thotë nuk jam njeri raf në kuptimin që kështu jam beton armen. Jam njeri i ndjeshëm. Ndoshta kjo kuraca si ajo e vezës. Nga që jam njeri i lëngësht në lujt, në thelb. Kam atë, po, më duhet kjo kuraca që atyre i duket si ashpër. Një mikesha ime, një kolegja ime, lartë e poshtë në për Europë, në për këto, po vinë. Se që është Europa është prapë një Shqipëri e vogël. Vinë trafiqet e fjalëve, vinë, domethënë. Ajo është e ashpër. Nuk jam e ashpër, jam e drejtë. E kuptoj. Unë nuk mundem dot të shtremroj shtyllën kurrëzore për një gjë. Jeta është shumë e shkurtër për të bërë të tilla dille për mua. Dikush tjetër është në drejtën e vet. Është qartë. Është zgjedhje, gjithmonë. Dhe ti ke zgjedhur këtë, sepse të ri mirë kjo gjë. Kjo më ri mirë, kjo je ti. Mirë.